Brenda këtij institucioni jo më larg se në muajin mars do të votohet për presidentin e vendit. Pavarësisht që ka kohë mbi 2 muaj, emri vetëm i përfolur është ai i presidentës aktuale, Vjosa Osmanit. Megjithatë, ajo duket se nuk do të ketë të lehtë sigurimin e 81 votave. Këtë çështje politologu Melazim Koci thotë se di mirë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Zoti Kurti e ka shpjeguar shumë mirë këtë çështje. Disa e kanë në 2 deklaratat e fundit ka thënë që mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Disa e kanë interpretuar si shantazh ndaj opozitës për t'i dhënë votat, por nuk mendoj se është shantazh. Nuk është shantazh, është ndërgjegjësimi i tij që ka probleme në sigurimin e 80 votave. Ai nuk ka arritur të konstituojë parlamentin dhe qeverinë në mungesë të 4-5 votave. Pse është më lehtë tani të sigurohen 14? Dhe unë mendoj se ajo është i vetëdijshëm për këtë problem. E dyta, ai ka pohuar që nuk dëshiron koalicion me askë. Se brenda sallës nuk mjaftojnë deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe të partive të pakicës, e thot edhe hulumtuesi nga Instituti Demokratik i Kosovës Vullnet Bugaçku. Ai thot se prezant duhet të jenë 80 deputet për 2 raundet e para. Në rast se asnjëri nga kandidatët, qoftë në rundën e parë, qoftë në rundën e dytë, nuk i siguron 80 vota për të zgjedhur president, atëherë kushtetuta thotë se zhvillohet rundi i 3 i votimit dhe në rundin e 3 mjafton 61 vota në kuti për një kandidat që të zgjedhet president i Kosovës. Bugaçku tregon edhe disa nga afatet kohore për këtë procedurë. Në një tallë të dy kushtetutës, i cili ka atje një dispozit, e cila sqaron shumë qartë. Thotë, nëse brenda 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës, se zgjedhjet së presidentit nuk zgjedhet presidenti, me automatizëm shpërndahet kuvendi. Në aktvendimin e vitit 2016, gjykata kushtetuese në rastin KO 47 thyje për 16 për zgjedhjen e Hashim Thaqit si president i Kosovës, kishte treguar se 120 deputetët nuk e kanë obligim të qëndrojnë në sallë kur votohet presidenti i Republikës së Kosovës. Kësaj, të zgjedhurit e popullit kanë të drejtë të mos qëndrojnë në kuvend kur të ketë propozime që nuk i përkrahin.